A mundet që Netanyahu të ketë braktisur Izraelin shkak i luftës? Dëgjojeni këtë. Duhet të dini që luftarat nuk janë më si dikur. Kanë ndryshuar gjërat. Dikur ishte Prisi ai që ishte i pari dhe ishte ai që drejtonte gjithë luftën. Sot jo. Do t'ju them, ka kohë kjo, por doja t'ja u thoshe sepse kam lexuar disa komente, kam parë disa video që dikush pretendon që është si dikur. Nuk është kështu, ka ndryshuar jashtëmase gjërat. Dëgjoni tani se çfarë ka ndodhur. Si gjithmonë kush është këtu rastisht dhe nuk e ka bërë, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe falenderoj që jemi prerë bashkë. Atëherë, Netanyahu, sipas të dhënave, ai e ka braktisur vendin shkak pra i luftës, sepse duhet të dini që sot nuk është më si dikur, ata që shkaktojnë luftën ikin. Shkaktojnë luftën, pastaj ikin. Tani tregohet që ai me avionin e tij bëri sapo u shkëput nga Izraeli me avionin e tij, bëri rreth 40 xhiro, rreth, pra tek vendi aty ku u ngrit avioni, pothuaj përballë në territorin e gjithmonë të Izraelit dhe ndejti mbi 7 orë e 20 minuta. 7 orë, rreth, dhe bëri rreth 35-40 xhiro. Pra, kur u ngjit avioni, bëri 35-40 xhiro dhe ndejti 7 orë. Sepse, sipas gjasave, ai kishte kërkuar një strehim në Qipro. Mirë po, në Qipro nuk mundeshin. Sepse, do t'ja u them se përse. Sepse kishin disa të dhëna të drejt për drejta. Në fakt, sot orët e mëngjesit, u lajmëruan, dolën lajmet që në Qipro është qelluar baza ushtarake e Anglisë nga Irani, sepse iranianët kishin informacione që Netanyahu kishte shkuar atje, por Netanyahu nuk shkoi atje. Netanyahu pasi ndejti, siç ju thash, rreth 7 orë në fluturim, pra me avionin e tij, u shkëput dhe iku dal nga dal sepse e mori drejtimin drejt Gjermanisë. Kaloi Italin, i dhan leje që të kalonte sipër territorit italian dhe pastaj ul në Berlin. Pra ai shkoi në Gjermani dhe u strehua në Gjermani, sipas të dhënave. Nuk diskutohet, ndoshta këto janë teori konspirative. Por ishte ky shkaku, siç thuhet, që sot e bombarduan, pra Irani, një qendër pra të ushtarake të Anglisë në Qipro. Dhe doja t'ju thosha këtë sepse dëgjova sot, lexova që edhe lideri i ri iranian e kanë ekzekutuar, njëkohësisht edhe Irani ka filluar me bombardime të tjera kundrejt Izraelit e tjerë. Mirë po, si që thash më përpara, nuk është më si dikur. Gjërat kanë ndryshuar jashtëmase. Ata që shkaktojnë luftën, ata që e nxisin luftën, jo që shkaktojnë, ata pasi e kanë filluar që të organizojnë çdo gjë se si duhet të jetë, shkëputen dhe ikin. Sepse duhet që të qëndrojnë në jetë, ndryshe si do luftojnë, ndryshe. Dhe është normale që edhe në këtë rast kush nga këta me fjalë që filluan luftën as nuk shkojnë. Për shembull, qoftë edhe presidenti Trump, për shembull, është larg, nga atje larg, ai fillon dhe thot shkoni këtu, bëni këtë dhe bëni atë. Njëkohësisht edhe Netanyahu thot bëni këtë, por nga ana tjetër është i detyruar që tiki, sepse ata, pra Irani, jo vetëm Irani, por gjitha vendet islamike e cilësojnë si një gjakatar, si një njeri që kërkon të nënshtrojë vendet arabe etj. Tani është e rëndësishme, duhet nënvizuar që prej kohësh Netanyahu kërkonte të ruaj nga vendet islamike, sepse që kur nuk mbahet mend, vazhdojnë akoma përplasjet mes Izraelit dhe vendeve të tjera. Dhe duhet dini që të gjithë flasin pothuajse të njëjtën gjuhë. Dhe është vërtet për t'u ardhur keq që nëse ka kaluar gjithë këto vite, flasim që para ere son, vazhdojnë ende sot të kenë këto ngërdheshje mes njëri tjetrit dhe këto probleme. Dhe unë shpresoj që të mbarojnë sa më shpejt, sepse është
të vjen gjuna për popullin. Populli vuan për shumë arsye. Megjithatë, siç u thash edhe më përpara, situata është vërtet delikate sepse shumë njerëz mendojnë që kjo është një luftë e përkohshme, pra dhe do të kaloj shumë shpejt. Unë jam i bindur që do të zgjasi shumë kjo, sepse kjo përplasje, sepse këtu tani u cënuan jo vetëm vendet arabe që edhe të tjerat vendet arabe do fillojnë dhe do acarrohen, por edhe për vetë faktin që këtu cënohet edhe le të themi besimi. Kështu që duhet pak edhe si mund të quhet një kujdes kur flitet në këto momente, sepse qoftë në një anë dhe qoftë në një anë tjetër, duket sikur je me njërin apo me tjetrin. Unë mundohem që t'jem asnjënës, dhe në këtë rast doja t'ju informoja që ndokush mendon që jemi në një situatë që favorizohet një vend apo një tjetër, unë them që është gabim. Gabim sepse në këtë rast është populli që vuan. Nuk janë liderat. Liderat kanë qenë, do të mbeten liderat, por ndonse ka liderat të tjerë. Me fjalë vazhdojnë të ndërrohen njëri pas tjetrit, por ajo hakmarrja ndaj dikujt tjetër qëndron dhe me fjalë vazhdon të qëndrojë akoma. Po shikoja një intervistë një zonje nga Irani që flet italisht dhe është ingranuar mirë, sepse me sa kuptova është një punon në nivele të larta dhe thotë që kur ishte e re, thotë në përshkolla i mësonin që thoshte të vdesin amerikanët, vdekje amerikanëve, shpresojmë që ata mos jetojnë gjatë etj etj. Pra këto thoshte ajo na i mësojnë në shkollën iraniane që kur ishte e vogël. Dhe ndaj po thoshe që është vërtet e çuditshme se si sot jemi në vitin 2026 dhe vazhdohet ende sot me fjalë me këtë frymë. Unë mendoj që secili duhet të ketë kujdes në vendin e tij, të jetojë jetën e tij të qetë, sepse gjërat janë vërtet shumë komplekse. Qoftë personale, por qoftë edhe të një besimi apo edhe të një shteti. Dhe është tepër e vështirë sot që të flasësh në emër të shumë njerëzve. Ky është një mendim personal, ndoshta unë gaboj. Më thoni nëse unë gaboj, por po thosha që është më mirë me fjalë kur ju tha, për shembull, Iranit, hiqini ato armë, mos vazhdoni me këto eksperimente arme të mëdha. Unë them se kjo duhet që ta dëgjonin dhe të thoshin, okay, hajde të merrni një ekspert dhe thoshin ja tani po i pastrojmë. Sepse kur të kundërvjen pastaj populli ha, se këtu do të thoshja, nuk e han ata që vendosin, por e ha populli. Dhe kjo është të vjen keq, po shikoj ato videot që të vjen vërtet keq për fëmijët, për familjet, për nënat që mbledhin fëmijët e tyre dhe qajnë. Dhe unë shpresoj që të jetë një kohë e shkurtër, por do të zgjasim, duhet do të zgjasi shumë. Megjithatë ju çfarë mendimi keni? Kalofshi bukur.